Enrico, kur ta mbarosh edhe çfarë ke në mend të thuash, dua edhe të më tregosh pak çfarë ndodh më pas, domethënë pas këtyre përballjeve, domethënë 4-4. Jo, di çfarë do thoja unë, sepse jam me mendimin e Ledios, ato skuadrat e Vazos 4 janë më të nënvlerësuar, logjikisht në letër për shumë faktore. Para një që vinë nga Nations League, e dyta që nuk kanë zënë dot as vendin e parë as vendin e dytë në këto kualifikuese, dhe e treta që luajnë transfer. Por kam bindjen që mund të bëjnë një surprizë. Turqisë nuk i besoj shumë, realisht, dhe Ukraina për mua nuk kalon finales me kushdo që t'i bjerë. Vlerësoj shumë Rumanin për po flastu në aspektin sportiv, ka një ekip vërtet simpatik, e kam ndjekur dhe madje në Europian Ledio ishte një nga surprizat, arriti që të kalon të grupin nëse zgaboj, ishte një skuadër vërtet që bëri mirë, dhe nëse shorti e vendos përballë Ukrainës, unë them duke parë nga që nuk mund t'i mungoj botorit, për mua vetëm Italia do t'ishte e sigurt për të shkuar më tej. Sa i përket asaj që ju përmendni, sot do të ndahet që ditën e sotme para se cila nga këto skuadra, megjithëse logjikisht janë skuadrat e hapura, le të themi, në një vazo dhe ato të mbyllura në vazon tjetër. Pra, dhe në vazon e hapur, që ato që janë të hapura dhe janë me emra konkret, janë ato vendase, do t'jenë, kam bindjen, Italia, Danimarka, Turqia, Ukraina dhe Poloni, Wales, Çeki, Slovaki, por në pjesën tjetër. Dhe do të presin skuadrat që do të vinë nga vazot e mbyllura në mënyrë që, për të po themi kot, do të zgjidhet V1, po si çoj Italia, do të zgjidhet. Pasi mbarojnë këto, po them. Mbarojnë këto, do të lidhet shorti. Reduktohen nga 16 në besim 8 ekipe. Dhe sa shkojnë në botror? Kemi 4 përballje dhe 4 shkojnë në 4 fituesit e atyre finaleve që ti përmend, por ka diçka. Pra sot vendoset gjithçka, vendoset vendi ku do të luhet, që normalisht i gjysmë finaleve, por dhe i finaleve si do të përballen në herën tjetër dhe ku do të luajnë. Pra do t'i vendosin të gjitha sot. Do t'jetë vetëm ky short që do të vendos finalen. Pra, po themi, Italia u përball me Irlandën, normalisht fitoi, do të pres fituesin, po them të çiftit, nuk e di, Çeki Kosovë, po marr një shembull. Dhe do të luhet, po them në Itali, apo do të zgjidhet dhe vendi. Janë të përcaktuara. Janë të përcaktuara, do të thënë, vazo e parë dhe vazo e dytë i pret skuadrat kundërshtarë në fushën e tyre. Pra Italia, Danimarka, Turqia, Ukraina luajnë brenda fushës së tyre për jashtë Ukrainën për shkak të luftës në fushën. Luajnë ndeshjet e para apo edhe ndeshjet e tjera? Pastaj për të dytën duhet të ketë një short dhe për të dytën nuk jam i qartë, mund të ketë fushë neutrale apo mund të ketë fushë neutrale sepse ato do të vendosin short. Për finalet, ndoshta mund ta vendosin atë. Këtë nuk e di, domethënë se si do procedohet. Jo, e vendos shorti sot, nuk ka asgjë të ndarë për ato. Shorti vendos vetëm që siç e tha Ledio, sepse janë ekipe që janë të hapura, le të themi në atë listën që do të ketë, dhe pastaj do të zgjidhen goglat vetëm për vazon e 3 dhe vazon e 4. Vazon 1, vazon 2 janë të ndara, kështu që pse ra Shqipëria 2 vende dhe u ngrit Kosova 4? Unë nuk e flas do ta thotë Enrico pse. Se po e thash. Ti ta thot për Shqipërinë, ti thua për Kosovë. Janë rezultatet, ne besoj, shiko, morëm një fitore në transfert me Andorrën edhe pastaj humbja me Anglinë, por nuk do akreditohet. Jo. Edhe ma kanë dhënë atë mesazh Ledio, por fatkeqësisht nuk është se jam nga ata personat që po s'ka që i druhem ndonjë gjëje, kështu që gjithçka në këtë jetë merret me sportivitet, kështu që nuk është ai gjë më e madhe që mund të ndodhte. Pra rezultati apo performanca në klasifikimin? Rezultati është çështje pikësh. Pra, po themi, ka një përqindje të caktuar se si vlerësohet goli, se si vlerësohen pikët e marra me radhë, në fund Shqipëria kishte humbur disa pikë, kishte humbur 2 pozicione. Dhe ju do të bëni krahasimin, pra jemi këtu. Ne morëm 3 pikë dhe Kosova mori 4 pikë. Kosova mori një fitore në barazim dhe me drejt normalisht duhet të ngjitej. Dhe është historike për Kosovën të jetë 80-ta, ku në nisje të rrugtimi, nëse s'gaboj, duhet të qenë diku tek vendi 160 apo 166 dhe ka arritur të kaloj gjysmën e vendeve në kaq pak kohë dhe një arritje të jashtëzakonshme. Nëse do të bënin mirë edhe në play-off, pastaj do të kishte një ngjitje tjetër, por nuk është se më duket shumë e rëndësishme kjo. Jo, kjo ka rëndësinë e saj kur ndajmë vazot për shembull, sepse kjo ndajmë vazot e 4. Por nuk është se është një gjë. Wow, unë mendoj kështu që pa Kosovë nuk ka Shqipëri në futboll. Absolutisht. Domethënë Kosova ka 10 vite skuadër me një historik shumë të shkurtër, arriti që të bëj këtë që ne nuk e kemi bërë për 100 vite. Dhe ne e bëjmë pas 100 vitesh me ndihmën e futbollistëve nga Kosova. Pra, kur duhet t'i japim hakun, duhet t'i japim hakun. Dhe këtë nuk e thot kush.
shumë pak veta e deklarojnë dhe e thonë, por ne pa futbollistët kosovar, ne do ishim një skuadër e cila do militonte në ato vendet 5, 6, maksimumi që mund të bënim do merrnim thjesht një vazo më tepër. Pra, në kualifikueset e Europianit 2028 po supozoj, do ngjitemi me një vazo më sipër. Kështu që në këtë pikë Kosova ka bërë histori dhe besoj, duhet të lexoj e të hulumtoj për këtë pjesë, besoj që duhet të jetë kombëtarja me kohën më të shkurtër që nga krijimi deri në pjesëmarrjen në botror. Kam përshtypjen, sepse nuk i ka bërë as 10 vite. Dhe rritja e kësaj në një mënyrë kaq të shpejtë tregon që ka cilësi jashtëzakonisht të mëdha. Po t'i shohësh lojtarët e Kosovës, sot luajnë në ekipe elitare dhe janë të gjithë pjesë e formacionit, janë të gjithë lojtarë cilët bëjnë diferencën, janë lojtarë cilët kërkohen jashtëzakonisht në tregun e transferimeve. 9 vjet, në 2016 është pranuar në FIFA 9 vite. 9 vite. Dhe mund të ma marrin dhe për keq njerëzit, po unë jap më shumë shanse Kosovës për të shkuar në botror se sa Shqipërisë. Mirë, s'ka pse sepse rrugtimi që bëri të jep idenë që në grupin ku ishte Kosova, Esmeralda, vështirësia për të kualifikuar në fillime ishte shumë e madhe. Dhe ne kemi qenë këtu në këtë studio dhe kemi thënë që kundërshtarët e Kosovës janë shumë të fortë. Suedia ishte më e fortë se Kosova, Slovenia më e fortë se Kosova, Zvicra më e fortë se Kosova, jo vetëm në letër, edhe me pjesëmarrje, edhe me historik, edhe me kupa, edhe me gjithçka eksperienca. Tani, Kosova në vërtetoi të kundërtën, që ne kemi një grup shumë të konsoliduar me lojtarë shumë të mirë që mund të bëjmë ballë këtyre skuadrave. Dhe jo më kot, pavarësisht se Zvicra ishte e kualifikuar, jo më kot Zvicra barazoi brenda në Kosovë 1-1. Dhe ju e patë që pjesën e dytë Kosova arriti ta menaxhonte lojën në mënyrë perfekte dhe do me thënë dukej sikur Zvicra ishte Kosova e pjesës parë. Kështu që në këtë pikë mendoj që Kosova me shpresën që të kualifikohen të dyja, absolutisht, do ishte festa më e madhe të paktën për futbollin ton, të kualifikohen të dyja në botror, por unë jap pak më shumë përqindje edhe mundësi Kosovës për të shkuar në botror, sepse ka një skuadër luan futboll më mirë se ne. Shprehet më mirë se ne në fushën e lojës.